Klasa e 6 e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa realizoi bazuar tek lëndët mësimore ekspozitën Arti në fushën e dijes. Ekspozita ishte shumë interesante, pasi nxënësit në mënyrë krijuese kishin kthyer në vepra të vogla arti dijet që kishin mësuar gjatë vitit mësimor 2024-2025. Mirë se erdhët në kofshin tonë të vogël të artit, por të përgatitur me shumë kujdes. Një ekspozitë me temë Arti në fushat e dijes është një mënyrë kreative për të treguar se si arti ndërthurën me shkencën, teknologjinë, matematikën e të tjerë. Nxënësit shkëlqyen në prezantimin e punëve të tyre, që tregonin imagjinatën, mendimin kritik dhe bashkëpunimin. Arti na tregon për ngjarje të mëdha historike dhe na ndihmon të kuptojmë më mirë historinë. Që në kohë të tashme njerëzit kanë përdorur artin për të shprehur ndjenja, mendime dhe për të ruajtur historinë. Arti me histori lidhet me vizatime të shkolla të lashta, ndërtime dhe skulptura, të letërsia dhe mitet. Për të treguar artin historik ne kemi përgatitur një kështjellë, e cila përbëhet pamure të larta dhe roje të cilat e ruajnë kështjellën. Mbreti zotëron kështjellën dhe të gjithë i mbindet në urdhrat e tij. Dhe kemi dhe shtresa shoqërore të tjera të cilat janë të rëndësishme, si buka, konti, fisnikët. Dhe bujkropët janë shtresa më e ulët shoqërore.